Ti do ishe drejtoresha më e mirë e mundshme, pse ike ti? Ndoshta se më mungonin pacientë e mi. Vërtet, mendova që drejtorin apo drejtoreshën mund ta bënte kushdo, një ekonomist, një jurist, një menaxhues i mirë, por këtë shërbimin këtu, duke qenë në numër kaq të pakët, më vinte ashtu që ta lija. Domethënë më duk sikur e lash. Vajte, na dhe shpresë. U mundova të bëj më të mirën time. Sa ja kam dalë, nuk e di koha e do të tregoj, por u mundova. Dhe u ktheve përsëri këtu. Me shumë dashuri në shtëpinë time. E quaj shtëpinë time sepse vërtet kam një staf, një pjesë e infermierëve kanë mbi 20 vite që janë këtu, pjesa e konsiderueshme. Kam koleget e mia, këta janë kolegët e parë që unë gjeta kur erdha në 2000-2001, janë mësuesit e mi, mentorët e mi, profesoresha Godo, profesoresha Nastas, profesor Kora, Qëndro Kora, dhe Mirela që tashmë punojmë bashkë, jemi 2 më të rejat. Mirela është disa vite më e madhe se unë, që vazhdon jep kontributin në këtë shërbim dhe asnjë moment nuk e kemi menduar të dorëzohemi apo ta lëmë, qoftë dhe përkohësisht. Sepse qëllon që mund të gjesh një vend tjetër, të lëvizësh, ne nuk kemi lëvizur, kemi qëndruar këtu. Trupës toni janë bashkuar dhe 2 goca të reja, njëra ka 10 vjet, tjetra ka 3 vite, me shumë dëshirë, shumë të dedikuara, që të sjellin më të renë, që të sjellin, por gjithmonë kam bizotruar fryma në grup. Ne punojmë si një ekip i vetëm. Kur del që këtu ke peshë nga do që të dalësh dhe nga pediatria dhe nga çdo repart, nga çdo pavion, ke një lloj peshe të jashtëzakonshme dhe gjithmonë je pa kënaqur. Nuk ka shans që këtu të jesh i kënaqur se smundja nuk të lë mundësinë. Kohë më pas, mbasi shërohesh, mund ta shpresh mirënjohjen, po ne gjithmonë lë një vrag. Ja, pasim dyshim. Po te onkologjiku gjithsesi aty janë të gjithë syt, janë ankesat, janë është më e prekshme, është më e ndjeshme. Vetë fjala kancer është një monster që të peshon, edhe të gryen vazhdimisht, jo vetëm personin që e ka, po gjithë shoqërinë rreth e përqark. Ajo çka më tërheq vëmendjen edhe më bën, edhe pse ne dim mentalitetin e popullit ton, ndihmën për të tjerët, solidarizimin etj, shoh që her pas here në rrjetet sociale ka fushata të GoFund, ndihmojmë njërin, ndihmojmë tjetrin, ndihmojmë gjithmonë. Mendimi dhe opinioni im personal ka qenë hajde bëjmë diçka që të ngelet, të lërgjurëm, pra për strukturën, për sistemin, nuk flas sistemin politik, flas për sistemin, për shërbimin, për pediatrin, të ngelet diçka që t'ju shërbejë shumë e shumë vetave të tjerë mbrapa, sepse, çdo njeri është i shenjtë, çdo njeri është duhet trajtuar dhe është i rëndësishëm, është gjithçka për familjen e tij, por ama duhen menduar dhe për ata që si kanë këto mundësi, që s'kan mundësi të bëjnë sensibilizimin në rrjetet sociale, që s'kan një rreth familjar apo miqësor kaq të përditësuar me të rejat e teknologjisë, informatizimit etj. Pra duhet afruar ai shërbim për pacientët që ngelen këtu, për ata që s'kan mundësinë ekonomike, për ata që s'kan mundësi të marrin rrugët e botës. Ta bëjmë këtu. Ka diçka që mësove nga koha e pakt që drejtove institucionin, diçka që është për ta thënë si në ekuilibër mes atij që drejton, mes atij që kërkon, mes atij që jep ndihmë, diçka në mes që mbas s'do ta thuash, po mirë është të themi këto gjëra. Me dëshirën e mirë, nëse dëshira ekziston, vërtet që mund të bëhen gjëra në bashkëpunim. Patjetër, edhe për atij që kërkon, edhe për atij që i afron, natyrisht aq sa janë mundësitë dhe kapacitetet, se e dim ku jetojmë, se nuk jemi të perfekt, nuk jemi të mund të bëhet, por duhet se s'bën vullnet i mirë, dëshira e mirë për të ndihmuar, ose të themi të gjehet koha për të ulur dhe për të dëgjuar dhe për të kuptuar. Sepse vetëm duke bërë pa ashensor një ecje në urgjencë për shembull, që unë kam bërë shpesh këto kohë, unë arrit të dalloj kush është shef këtu, kush është këtu. Higjienën, madje këtë thash vetes, si jam bërë tani arrit kuptoj çdo gjë. Higjiena, i gjej të gjitha dallimet dhe kuptoj që roli i njeriu që drejton është shumë i rëndësishëm. Edhe për njerëzillikun dhe zemrën që vë, dhe faktin që nuk do të ushqehet me ato paratë e ilaçeve që ja merr atij që është në pavion. Se
haram është thot populli. Absolutisht. Edhe që do që ata të dalin të shëruar edhe me mirënjohje, se në fundit kjo është që do marrim kur t'ijepi një emër në murin e mirënjohjes, asgjë më shumë. Pikërisht, kështu që unë e pranova atë detyrë ose e bëra me idenë që secili nga ne si një qytetar i kësaj republike, si shtetas i kësaj republike, secili nga ne të bënda pjesën e vogël të detyrimit qytetar ndaj pacientëve, ndaj të afërmëve tanë, thash më parë që asnjëri nga ne nuk ka imunitet, secili nga ne kanë rrethin miqësor, në rrethin shoqëror, komshi, të afërm, koleg pune, që në mos njëherë janë prekur nga kjo dallg. Kështu që secili nga ne të bënte që nesër pas nesër më thotë pse bëra dhe unë kontributin tim. Se shkollaj të drejtosh gishtim, pse su bë kjo, pse su bë ajo. Erdhi momenti, hajde bëjmë, nëse bëhet. Tani thua vete se bëjmë këtu ku unë e kam bërë për erë. Unë them që është e bëshme, por me vullnet të mirë edhe me dëshirë dhe në grup gjithmonë. Dhe me besim të publikja. E vetme nuk bëhet asnjë gjë. Dhe me besim të publiku. Publikja. Patjetër. Ky është vendi që këto janë shërbime vërtet që mund të realizohen dhe të bëhen në spital shtetëror publik. Faleminderit që ma pranove intervistën, se t'jam lutur gjithmonë, drejtoresh jo e jo, pa as doktoresh jo e jo, se çdo viroz që binte, çdo vaksin që duhej, unë thosha doktoresh Dona do flasësh, po prit se kemi punë, sepse unë kështu e njoh doktoresh Donën, që me gocën 2 vjeç, unë shkoj dhe e takoj për herë të parë si doktoresh pediatre. Më kënaqi zëri saj dhe shpjegimi, nuk i ka kur, tani që vajza po vete 14, dhe vonë mora vesh ku pash të shkruar atje që nuk ishte vetëm pediatre e përgjithshme, po doktoresh Dona ishte jo vetëm onkohematologe, po dhe shefe onkohematologjisë. Po unë shikoja punët e mia, nuk duheshin tjera. Po dhe u trëmba, duhet ta pranoj, u trëmba dhe kjo është diçka që unë arrit ta kuptoj ko më pas, trëmbjen që ndjen nëna kur shef këtë fjalë. Por problemi është si të mësohemi me fjalën, të edukohemi, të çojmë fëmijët në vendin e duhur dhe të marrim shërbimin e duhur. Kjo është e rëndësishme. E drejt, në fakt ne përpara se të jemi në specialitetet pediatrisë, jemi pediatër të përgjithshëm. Dhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja pse unë zgjolla onkohematologjin pediatrike, pasi në onkohematologji për shkak të trajtimeve agresive, për shkak të efekteve anësore të kimioterapisë në organizëm, dashje pa dashje bëhesh një pediatër akoma më i mirë, më i formuar në të gjitha 9 specialitetet. Pra, ke pak me pikatore nga pediatria infektive, nga pediatria gastroenterologjike, nga neurologjia, nga terapia intensive, pra të gjitha, pra që të bësh një onkohematolog dhe ne për fat të keq nuk kemi 9 specialitet në Universitetin e Tiranës për onkohematologji pediatrike dhe për shumë në specialitetet pediatrisë, por në radhë parë jemi pediatër të përgjithshëm, të formuar. Thash do më ndihmoj edhe për të shërbyer më mirë, kështu që nuk duhet trëmbemi nga bishtat mbrapa. Pediatër, kjo është më e rëndësishmja, pediatër, mjek i fëmijës.